qoftë psikologjik, vlerësim të kujdesshëm dhe të hollësishëm, të aspekteve biologjike, të aspekteve psikologjike, të aspekteve familjare dhe të historisë të personit, pasi identiteti gjinor nuk është një produkt thjesht biologjik, gjinia është gjë tjetër, po identiteti gjinor po flasim, po është një produkt i të gjithë këtyre faktorëve që mund të ndikojnë dhe të çojnë në një situatë një individi i cili nuk ndihet rehat, nuk ndihet komod me atë që shfaqet, por do të ndihet me atë që është. Me atë, le themi, seks që ka, pra me atë trup që ka. Sigurisht që kjo është një problem që shkakton vuajtje tek individet. Sigurisht pastaj mund të futemi në diskutimin si është marrë ky vendim, si është krijuar ky protokoll, koha. Në insertin tuaj përmend fakti që ka rrjedhur në media, ndërkohë që zakonisht unë mendoj që qoftë ligjet, politikat, strategjitë, udhëzimet nuk duhet të rrjedhin, po duhet të jenë publike në mënyrë përpara se të bëhen, gjatë përpilimit të këtyre dokumentave, diskutohen për gjithë ndjeshmërinë që shkaktojnë qoftë me grupet e interesit, për qoftë edhe me fashat të tjera të shoqërisë. A mos po e kanalizojmë gabim debatin, nuk po them vetëm unë në drejt, por edhe në kolegët e tjerë që evidentojnë faktin që ka 1001 probleme më të mëdha shëndetësia dhe nuk duhet merret me këtë gjë? Po pikërisht desha ta them dhe këtë gjë, të them drejtën. Sigurisht që unë jam dakord 1000% me këtë thënie, që sistemi shëndetësor shqiptar ka shumë probleme të jashtëzakonshme, që nga mungesat më bazike, por nuk do isha dakord me përcaktimin e ofrimit të një trajtimi të caktuar, siç është ky hormonal, si një luks, do thoja. Mund të jetë luks ndoshta për mënyrën se si ne e shohim në tërësi problematikën shëndetësore në Shqipëri, po për ato individ të cilët kanë nevojë për një trajtim të tillë dhe që e bëjnë atë në mënyrë jo ligjore, e bëjnë jashtë vendit, shkojnë në përfamarcira në mënyrë ilegale, marrin hormonet pa recetë. Pra pa kujdesin e mjekut. Pa kujdesin e mjekut, pa monitorimin e mjekut, sepse ky është një proces shumë delikat dhe kërkon vlerësim të kujdesshëm, trajtim të kujdesshëm dhe monitorim të kujdesshëm gjatë gjithë procesit. Pra, individët të cilët e kanë këtë problem, sigurisht nuk mund ta përcaktojnë këtë si një luks. Unë mendoj që fjala luks vjen për shkak të ndjeshmërisë së fortë që, le themi, nxit problematika e ndryshimit të seksit, apo... është një patologji? është një sëmundje? Krijon një patologji, kjo ndjesi krijon një patologji, prandaj quhet disforia gjinore. Krijon